shqiptare është evidente që Albin Kurti dhe partia e tij e kanë luajtur me qëllim këtë lojë politike që me blloku situatën, me shkaktu kriza politike, pastaj me luajtur këtë lojën e zakonshme të tij politike të viktimizimit, duke munduar që partive opozitare me u hedh fajin për bllokadat institucionale, respektivisht për zgjedhjen e presidentit. Dhe këtu jemi në këtë moment që më pyetet ju. Po mos prishe ky një qas, Zonja Osmani mbase do të ishte presidente në mandatin e dytë. Dhe gjithë betejë po bëhet, kush po fiton me rrëfimin, kush pas fajet që vendi po shkon prapë në zgjedhje. Po, e vërtet kjo se po kur gjë e re në kuptimin se çfarë produkte, çfarë rezultati i kanë jep ky binom Kosovës së të kaluarën. Do thotë që të dytë kanë pas një gjuhë shumë helmuese ndaj këtë opinionit publike, sidomos ndaj kundërshtarëve politik, dhe ashtu siç u ndërtuan, do thotë me gjuhë helmuese toksike, ashtu edhe u ndan njëri me tjetrin, sepse figurinat politike sikur të tipit të këtyre gjithmonë përfundojnë kështu. Pra si e kanë fillimin me helm, ashtu edhe me helm përfundojnë. Pra ishte në pyetje komplet interesi personal i tyre, a do bëhen presidente apo Albin Kurti do t'i merr të gjitha institucionet përfshi këtu dhe presidentën, edhe tash do thotë kjo është një autokraci elektorale. Pra nuk kishte të bëj këtu fare pa kjo po hiç me interesin e Kosovës. Dhe në një moment do thotë u zgju Vjosa Osmani, e tash e keni po bën edhe fushat me qytetar, Kinseja sa e kujdesshme sa mirë, ndërsa 5 vite ishte ngjit në karrikën e presidentës sikur me ngjitse edhe nuk lëvizte që nga aty. Pra komplet ka qenë interes personal i Vjosa Osmanit dhe Albin Kurti për kalkulimet e tij elektorale. E tash formula është e njëjta, më hedh fajin opozitës se ju keni faj për mosgjedhjen e presidentit dhe ne jemi viktima.